Atëre po bëj një video për ata shkërdatat e Parti Socialiste, gjojat Parti Socialiste, që janë rezultuan klyshet e Saliut. Ja shikoni këtu kam shkruar. Për ata të Parti Socialiste që rezultuan klyshet e Saliut. Që thonë që kemi edhe vëllezëra që kanë njerëz të tyre dëshmorë. Sa për dëshmore, për gjak, baba im është plagosur 2 herë. Në rregull, eko. Zarja me 3 koka. Kjo është e keqja e Shqipërisë. Që ka hapur varrin ja ku është Partia Socialiste, atëre ju klyshat e Sali Berishës që jeni të Parti Socialiste që jeni bërë kështu në dhe. Qa keni për të folur të shi? Ja ku është Partia Socialiste, e varrosur, në Varez. Mafioze, si do ta varros një Parti Socialiste? Mafioze, nuk kynë Edi Rama fare, eko. Kush është Zarja me 3 koka? Arben Malaj, ja ku e kini Fatmir Xhafën, ja ku e kini Sali Berishën, ja ku e kini se mua nuk ma fshini dot. Do biqin gjingjoni. Reforma në drejtësi. E hoqën nga gjykac, edhe ja quan Edi Ramës si deputet. E bëri Edi Rama këtë. Jo, e bëri Lilian Celibashi. Se Lilian Celibashi lullzohen në kohën e Saliut. Lilian Celibashi, Armando Subashi, lullzohen në kohën e Saliut. Kujo Damian Gjiknuri, ishte njëri me flok si kështu, bjond, me mjemri Visha më duket. Eko, Zarja me 3 koka. Ate këndojmë këngën Zare me 3 koka. Se unë jam vlonjat, edhe vlonjati lind, nuk bësh. Dakor, ta të ben malej. Se kur të erdi veza në byth kërkove Zanca Ushin ti, në mes të natës, që të shpëtoj nga vdekja, Apo ti Fatmir Xhafa. Je vlonjati, qa e di? Në rregull, duket se ka ikur ande nga Pogradeci ti. Po ku ishe ti në atë kohë që të kërkoja unë? Në 95, 96, ku ishe fsheu? Në rregull. Jeni të dënuar ju, të gjithë. Nuk kanë dënuar unë Edi Ramën. Edi Rama është i blokuar, është i rrethuar, nuk ka qa bëj. Keni persekutuar ata me këta spake, qa janë këto, me ligjin Falcone, Borsellino, me Gratterine, me Rencine, nuk i njifni. Që shkju ma bete? Si do ashune? Edhe Maduro ka marrë vesh që janë mafios shqiptarët, edhe një byth qelbur, një indian, një sinak, i kap janë mafios shqiptarët, qa jemi mafios ne? Lozin me dignitetin e shqiptarëve, për t'i marrë kariken e Edi Ramës, pse? Se nuk jeni bura, jeni shkërdata. Ja dhatë kariken e Edi Ramës, pse me këto mënyra, keni bërë një mbledhje më përpara. Sali, Fatmir, edhe Arben Malaj, keni bërë një mbledhje më përpara. Si t'ja mëni kariken e Edi Ramës. Shkërdata dhe drejkit. Shqo, me të shkaturosh Shqipërinë me djegur, ja ku e keni Shqipërinë, e gjingjonit. Blu, ishte për djegur, i ndoqa vetë zgjedhjet, erdha vetë. Edhe jam shumë i knaqur që dhash ndihmën time që fitoj Edi Rama. Se Shqipëria do ishte djegur. Blu, e kuq. Ate e këndojmë këngën e Zares me 3 koka. Zare me 3 koka, Fevziu, Qimpeka, va bene. Zare me 3 koka, të shkërdheu bota moj zare, sa e bukur je. Të shkërdheu bota moj zare, sa e bukur je. Zare me 3 koka, Zare me 3 koka, 6 milion oka moj zare, sa e bukur je. 6 milion oka moj zare, sa e bukur je.
Zare me tre koka, zare me tre koka, të që më ndi bota moj zare, sa e bukur je. Të që më ndi bota moj zare, sa e bukur je. Shqipëria pjell gjithë një, më shumë bastard, më shumë tradhtar, më shumë ashtu që e shesin Shqipërinë. Për një copë lek është, va bene, do vi prapë në Shqipëri. Va bene.